Ajo që më shumë t'jam mirënjohëse dhe që jam shumë e lumtur në këtë jetë kur jam bërë prind. Mendoj se të gjithë njerëzit sfidohemi, po në mënyra të ndryshme. Megjithatë, durimi, besimi tek Zoti janë ato që na ndihmojnë mi të i kalu gjitha këto sfida, mi kalu në mënyrën më të lehtë. Nganjëherë një fjalë e mirë, një bisedë me dikë është ndoshta diçka shumë e thjeshtë, mirë po për ato është shumë sepse jep vullnet. Ndoshta në çato momente mendon aq keq, mendon saqë mundet ndoshta më shkuar deri në depresion. Profesioni juaj? Nuk punoj në profesion, po megjithatë mirë jam. Në atë që ju punoni. A dërgon, cila sukses më të mëdha janë në jetën tuaj? Sukseset nuk dëgjova mirë. Njeriu në jetë ka shumë suksese, ka batica, zbatica. Kam pas shumë suksese, faleminderit Zotit. Kam pas mira, kam pas edhe ulje edhe ngritje gjitha. Po ai që do ta përfshoni sot suksesin më të madh, cili ka qenë? Ndoshta hyn mesin e sukseseve, po mendoj edhe ajo që më shumë t'jam mirënjohëse dhe që jam shumë e lumtur në këtë jetë kur jam bërë prind. Ka qenë një nga sukseset, po. Shumica grave këtë sukses e ndajnë. Po, është mrekullia vetë. Shumica këtë stash e ndajnë të mirë, po janë edhe të bekuara kur të bëhen. Shumë e vërtetë. Kjo mamësia në jetën tënde si ka ndikuar? Ka ndikuar aq shumë për të mirë, edhe ka qenë një mrekulli që e kam përjetuar që nuk do ta ndroja me asnjë gjë tjetër. Me asnjë sukses tjetër, edhe sikur kisha arrit kush e di se çfarë në jetë. Do ta shtyn atë të arriturat që e ke. Po. Po. Në përgjithësi kështu me jetën. Qenë me sfida. Po, kam pas sfidat më dha nganjëherë, po megjithatë i kam te kalu të gjitha. Njeriu është i lindur për të qenë i sfiduar. Dikush më shumë, dikush më pak. Sfidat janë mënyra të ndryshme për secilin, po secili njeri ka sfida në një formë. Nuk i kemi gjithë njësoj, po nësi marrimi peshut, pak a shumë janë të gjithat një peshe, po që janë natyrave të ndryshme. Mendoj se të gjithë njerëzit sfidohemi, po në mënyra të ndryshme. Megjithatë, durimi, besimi tek Zoti janë ato që na ndihmojnë mi të i kalu gjitha këto sfida, mi kalu në mënyrën më të lehtë. Sa e merret këtë lidhje me Zotin, që ke besim shumë, po dhe jeni grua e fortshëm duke është në sfida. Faleminderit. Unë di që njerëzit e fortë në sfida ja dalin. Po ja dalin, nëse ju besoni tek Zoti, tek mrekullia dhe keni pozitivitet dhe e kërkoni energjinë pozitive gjithmonë keni për t'ja dalë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pse kanë shumë jeta pas atyre të gjitha sfidave, tash jeni bërë nën thaje, puna gjitha këto. Jetë gjatë gjithë procesit jetës, njeriu me kalimin e viteve dhe moshës normal që ndryshon, vit pas viti, edhe shë vetën që është dikun pak ma ndryshe, që tash është me një fazë më ndryshe, është pak ma i rritur nga mendja, është pak ma i rritur në disa fusha, në disa sfera. Megjithatë, njeriu kur sfidohet, mendoj që nuk duhet të mbushet me energji negative, nuk duhet ta humbë shpresën, po gjithmonë duhet të ketë besim edhe energji pozitive për të kaluar ato, dhe pasi që t'i kalon ato, e shep që ja ka dalë. Dhe kanë shumë kurioz ta di çka të bën kaq të fortë si grua, kaq domethënë që je e fortë në gjitha sferat. Është energjia pozitive që të lidh me besimin tek Zoti. Unë gjithmonë ja kam dalë me besimin tek Zoti, që jam mbështet gjithmonë tek ai, dhe energjia pozitive që e kam menduar gjithmonë se do t'ja dalë edhe kësaj here, gjithmonë ja kam dalë. Mbështetja më të madhe në jetë, prej kujt e ke? Prej Zotit. Edhe sigurisht kam njerëz përreth familjar, mënyra ndryshme që më kanë ndihmu, njerëz të ndryshëm që më kanë ndihmu gjatë sfidave që kam pasur, gjatë kohës kur unë kam pas nevojë për ndihmë. Ndoshta kanë qenë njerëz krejt të rastishëm që kanë qenë aty, mirë po kanë qenë si një dhuratë prej Zotit që kanë qenë në momentin e caktuar aty për të më ndihmu, ose vetëm për ta dhënë
vendimin e drejtë që duhet vendosim mënyrën më drejtë, edhe kur është vendos ajo që është drejtë, sigurisht që e kam kalu sfidën unë dhe e kam fitu ato. Andregon, Klatja, ato të arriturat që ti do t'i ruan dhe ke të shihet domethënë që fëmijës tonë do të thonë me tregu që unë këtë kam arritur, po kisha dashur edhe ju si fëmijë. Ta arrini. Nuk ka shumë gjëra që i kam arrit edhe që nuk i kam arrit, për shkak të sfidave që kam pas, por nuk e mendoj që në tarme nuk do t'i arri përsëri ato që i kam në mendje. Ndërsa të fëmijët, ata le t'i kenë vetë dëshirat e veta, vetë le t'i kenë ato opsionet e veta se çfarë duan dhe çfarë dëshirojnë. Unë i kam pas si fëmijët mijat, unë i kam pas ato dëshirat e mia, se çfarë dua, fëmijët le t'i kenë vetë, ato çka kanë vetë, çka e kanë vullnet vetë, ato çka Zoti u jep vetë, le t'i vazhdojnë vetë pa imponimin e tjerëve. Unë do t'jem të mbështetëse. Po zoni një mesazh si një grua shumë e fortë, të motivuese shumë e madhe, gjitha grave që do të shërbejnë ndoshta sa të pak për jetë. Po, mendoj që mënyra më e mirë është që t'i mbështesni njerëzit atëherë kur ata kanë nevojë, me aq sa keni mundësi. Kjo është ndihma më e madhe që mund të ofrojë një grua ose një burr dikujt. Nganjëherë një fjalë e mirë, një bisedë me dikë është ndoshta diçka shumë e thjeshtë, mirë po për ato është shumë sepse jep vullnet. Ndoshta në çato momente mendon aq keq, mendon saqë mundet ndoshta më shkuar edhe deri në depresion, mirë po që ajo bisedë, që ajo motivim, që ato fjalë tua ka me bëhet person me mendu më ndryshe, me marrin vullnet më ndryshe dhe me ecë përpara, ditën tjetër me ndihmu dikush tjetër, ditën tjetër dikush tjetër dhe ja kështu secili njeri e gjen rrugën e vet. E kështu që secila grua mendoj që është mirë që ta mbështes një grua tjetër, edhe pse në shoqërinë tonë shpesh herë shoh që ka inate, zili, edhe atëherë kur munden me ndihmu, nuk ndihmojnë. Po kish me qenë mirë me hek këto zilia, këto inate me zveti, sepse sot unë kam nevojë për dikë, nesër ka nevojë dikush tjetër për mua, pas nesër unë kam nevojë për dikë tjetër, kështu që kjo është në mënyrë reciproke. Një bisedë shumë e këndshme, nga një grua shumë e zonja, dhe një them. Përoj më të mirat në jetë, suksese. Suksese juve, me të mira.